Dashur miq të nderuar shikuese, dëgjues të radio televizionit Pendimi, jemi rikthyer edhe një herë në transmetim të drejt për drejt në emisionin Drita e së vërtetës. Edhe po e vazhdojmë këtë komunikim së bashku duke hapur tashmë edhe linjat telefonike për inkuadrimin tuaj me anë të thirrjeve ose me anë të SMS-eve në numrin e telefonit +383 45 471 848 është numër kontakti në Viber që kryesisht i mirëpret telefonatat nëpërmes Viberit, po ashtu dhe mesazhet ose SMS porosit që arrin në studio. Hoxhan Sedat Rustemi e kemi në studio dhe po e vazhdojmë këtë komunikim në këtë transmetim tonin të drejt për drejt. Së bashku do të jemi deri në zyrtarisht deri në 21:30, mirë po nëse na mbajnë dëgjuesit më gjatë, do të rrimë edhe pak minuta. Allah ju shpërblet edhe për këtë pjesë dytë dhe për qëndrimin tuaj në program. Le ta nisim menjëherë me pyetjet që kanë arritur me shkrim nga dëgjuesit tanë në rubrikat e ndryshme, qoftë në Viber, qoftë tek rubrika dërgo mesazh. Dhe si pyetje e parë, thotë selamu aleikum, ju përshëndes, aleikum selam, ju përshëndes që të dyve në studio dhe ju dëshiroj një punë të mbarë, na kënaqet me këtë pjesë të parë të emisionit. Ndërsa do doja që t'ju pyesja, a preferohet që agjërimi i 6 ditëve të muajit Sheval të bëhet a quhet hile në fakt e ka shkruar, a preferohet dhe a quhet hile që agjërimi i 6 ditëve të muajit Sheval të bëhet para se të ndryshohet hora që është të ndryshuar në domethënë natën e mbrëmshit. Bismillahirrahmanirrahim. Allah shpërblet pyetsin për këtë pyetje. Zakonisht të pyetje bën që mos me rrezikoni vepër, por nuk hyn këtu në hile. Këtu në lehtësime. Do thotë nëse dikush për shembull është ndihmë më i lehtë me agjeru 6 ditët e Shevalit prej mas Bajramit deri dje. Kur fa problemi s'ka, por faktin se dita ka qenë paksa më e shkurt, edhe njihet më komod, kur fa problemi s'ka. Domethënë kjo nuk është hile, kjo është lehtësim dhe parimisht Kurani dhe Suneti për mesazhet hyjnore thrasin që ne ti marrim lehtësimet, sepse lehtësimet janë dhurata prej anës së Allahu xhel xelaluhu, por gjithmonë lehtësimet, ato lehtësimet të cilat janë mbrana kornizave të preferuara fetarisht, sepse këtë çështje e promovon unë po pak me bë këtë pyetje me bë temë, sepse konsideroj se është me rëndësi për shikuesit dhe dëgjuesit. Pikërisht tek citatet e agjerimit, Allahu xhel xelaluhu aty e promovon këtë rregull që tani po flasim. Pasi që Allahu flet se agjerimi është obligim i muajit Ramazanit dhe përjashtohen nga agjerimi të smuarit dhe udhëtarët, pa hyrë në detaje tash, Allahu xhel xelaluhu pasi që flet edhe për Kur'anin thot: "Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra." Allahu juve përmes këtyre normave ju dëshiron lehtësim dhe nuk ju dëshiron vështirësi. Pra, ky citat dhe shumë të tjerë që kanë ardhur në Kur'an dhe në hadithe profetike thrasin në lehtësime, që besimtari kur e ka mundësinë me përzgjedh ato që është më e lehtë, që është brenda lejesës, preferohet në Islam. Sepse kështu Aisha Allah qoftë e kënaqur me te rrëfen për strategjinë profetike. Thot: "Ma khuyira an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-amrayn ila ikhtara aysarahuma ma lam yakun ithma." Sa herë që i pej mundësia pejgamberit alayhis salam të përzgjedhte mes dy gjërave, e përzgjedh ato që është më e lehta, nëse në ta s'ka mëkat. Që i bie në këtë rast, kur fa mëkati s'ka, a agjerojmë para ndërimit të orës dhe pas ndërimit të orës. Përzgjedh ata që është më e lehta për ty, dikuj kanë vënë kjo pas ndërimit të orës. Për një arsye tjetër, po zgjedhë më rëndësi është mbrana muajit Sheval, çka të bëjmë domosdoshmë mbrana shpërblimit. Inshallah. Amin. Një pyetje tjetër që na ka arritur një dëgjues, thotë selamu aleikum. Aleikum selam, juve thotë dhe hoxhës. Po ta thot një hall të ndaj së bashku me ju dhe një shqetësim që her pas here mbren në vetvete.
ditën e fundit të muajit të Ramazan, sikur në vetvete thotë ndjeva një lehtësim. Edhe merr te vetvetja që po konsiderojmë si dyftyrësh dhe i gëzuar se po shkon Ramazani. A ka ndonjë shkak për të ndjekur i shqetësuar me këtë situatë? Konsideroj se jo. Konsideroj që s'ka shkak dhe nuk duhej kështu me vepru me vetveten. Okay. Një besimtar i devotshëm, i cili ka xheru muajin e Ramazanit, ka fal namaz. Kjo është ky pesimizëm mbillet nga djalli. Okay. Besimtari përkundrazi, edhe nëse njihet një lehtësim dhe një kënaqësi, kjo kënaqësi është si rezultat i përmbushjes së një obligimi. Madje argumentet hynore e thrasin këtë, na mi u gëzu. Allahu xhela xhelalu pikërisht te citatet e agjerimit, që posa e citova citatin, vazhdon Allahu xhela xhelaluhu thot: "Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Allahu pasi që flet për përjashtuesit, kategoritë përjashtuese të agjerimit që thënë udhëtarëve dhe të smuarit, Allahu pastaj thot: Zoti ju u dëshiron përmes tyre normave lehtësimin dhe nuk ju dëshiron vështirësi, wali tukmilu al-idda, ju ti plotësoni ditët për ata që kanë mbet për në një ditë nga Ramazani plotëson gjatë vitit. Pastaj thot Allah: wali tukabbiru Allah, madhërane për Allahun. Pra, elhamdulillah që Allahu më mundsoi me artë në fund Ramazanit. Po, unë po shprehna qysh e ndjen besimtari. Elhamdulillah, dita e fundit sot, shqyr Zot që më rejnë me kry këtë farz. Pra, i gëzohemi nesër Bajramit, sepse dietarët islam thonë në nata e fundit e Ramazanit është shumë e rëndësishme. Okay. Sepse dietarët thonë natën e fundit të Ramazanit shpërndahen shpërblimit e xherozëve. Na do të një gëzu kësaj. E tash, është pra, na kemi emocionet përzijera në ditën e fundit të Ramazanit, kemi emocionet përzijera në mes asaj që po na shkon ky musafir, që shequjmë për diçmëri, muajin e Ramazanit e quajmë një musafir të Allahut dhe i gëzohemi asaj që e kemi përmbush agjerimin dhe po vije Bajrami. Kështu që nuk ka nevojë me komuniku me këtë gjuhë me vetveten, sepse ja hap një portë, një derë të këgjat madhe djallit me bahajgare me neve, me kesh me neve, me thonë qërë ky 29 ditë agjeraj, tash pe konteston agjerimin. Pra nuk na ka hije kjo, nuk duhet kështu me komuniku. Pra, na gjithmonë, tash është momenti, po presupozojmë, është dita e fundit e Ramazanit, ne po i gëzohemi që e kompletuam elhamdulillah dhe falenderojmë Allahun, i gëzohemi që po vjen Bajrami, me shiu Bajramin. Por pas Ramazanit tani, pas i tim për Bajram pas Ramazanit, tash na duhet me korrigju vetveten. A jem të vazhduar punë të mira, këto tani mbetet një pyetje tjetër. A po ndryshe për këtë pyetje deri këto, besoj që është e mjaftueshme. E kuptova. Një tjetër dëgjues na pyet, thot selam aleikum, urime për emisionin, ju shkruaj thot nga Tirana. Dhe thot e kam një hall dhe një shqetësim që kisha pas dëshirë të ndaja me ju. Po falja thot namazin në njërën prej xhamive në Tiranë këtu. Dhe në momentin kur përfundoi elhami, thot që ne themi amin me zë pak më të lartë, thot pas përfundimit të namazit, filloi imami i asaj xhamie të ma tërheq vërejtjen, pse unë e ngrita azanin në thonjën e aminit. A kam gabuar, thotun, që kam bo amin me zë pak më të lartë në namaz, apo ai ka me të drejtë që më ka këshilluar? Në rregull, unë shumë po e vlerësoj pyetjen e pyetësit, njëkohësisht edhe shqetësimin e tij. Pra, paraprakisht kjo çështje don trajtim juridik edhe kulturor, me quaj kështu, sjellje. Në aspektin juridik, sipas shkollës hanefite, domethënë amini bëhet në veti, pa zë. Që është rregulli, sipas mëdhëbit hanefit që është në vendin tonë. Pra, amini bëhet në veti pa zë të lartë.
Që për të qenë, kërkoj, ma ba Allah për ndërhyrje, pa zë fare, apo me zë pak të lehtë. Na them në veti. Kur e them që do në veti, do më thonë, sa na e ndëgjojmë, po jo me ton që mund dëgju. Jo me ton që mund dëgju. Që to janë, që kjo rregulli sipas shkollës juridike hanefite. E kuptoj. Dhe që kjo rregull është ndjek. Tani, do më thonë, dekadave të fundit, normal kanë depërtu edhe mendime të ndryshme që ka të shkollave tjera, që ka dhe hadithe për këtë, kështu është bërë interpretimi për shkollave tjera, djetarët e mëdhëbit Hanefi kanë interpretuar që elhamit bëhet, aminit bëhet paza, kështu pa ton. Dhe bëhet prej të tjerëve me ton. Pra, ngullmon xhamia, ngritet pra zani, toni ndëgjohet ajo. E tash ka mundësi që imami ka pas për qëllim që mos me prish ndoshta disiplinën e namazit tek të tjerë. Ka mundësi pyet që është fillestar. Edhe ndoshta nuk i din ende rregullat dhe unë mendoj që kjo çështje të bëhet jo domethënë me një ton që me të vërtet me i pengu të tjerët. Që në çfarëdo forme që e ka kuptuar për shembull praktikuesi hadithin, pra dietarët preferojnë me ru ambientin, qetësinë e xhamisë, çat vend ku falesh. Madje unë nuk po e them që të punë për m'ia bë çefin dikujt, uroj që t'ia bëj çefin Allahut. Sepse dietarët islam që ashtu na mësojnë. Dietarët islam janë për te asaj çka mendon xhamati. Se xhamati shpesh kur na dëgjon neve hoxhallar mendon që hoxha po jep përgjigje për m'ia bë çefin një institucioni. Jo, na me përgjigje për m'ia bë çefin Allahut, por me rrugë vlerat e vendit. Institucional, shoqëror e kështu me radhë. Thon dietarët, përshtatju me dhëbit shkollës çaty ku je ti. Edhe nëse e keni mendim ndryshe. Këtë rast për shembull u bin dikush që është më e preferuar me bë aminin me za, i ka me ton, pra i ka argumentet e veta, po për hir të rujtjes së qetësisë nuk e bën me ton të lartë, që kjo është preferenca e dietarëve islam, edhe aty në 3 shkollave që preferojnë me ngrit tonin. Që sigurisht se që është, mos me ngrit tonin, preferojnë mos me ngrit tonin. Pra, sido që tjetë një qetësi, unë mendoj që imami ka pas me qëllim të mirë, po gjithsesi qasja jonë tani varian, se qysh i qasemi, kështu që uroj pyetësi, ta ketë marrë vetëm si këshill nga imami, nderuar, edhe pse nuk e di kush është. Pra, u duk si këshill ka marrë si këshill, kjo është në rregull. Po, u duk si këshill, sepse edhe në fund si ta vlerësoj si këshill. Mirë, një pyetje tjetër. Gjatë bërjes së duas të imamit në hutbe në xhumë, a preferohet të bëjmë amin? A e prishim vlerën e xhumas nëse bëjmë amin? Jo, nuk e prishmi vlerën, por kundrazi ka shumë prej dietarëve që e parapëlqejnë këtë çështje, kur imami të lutet ne të themi amin. Pra, që kjo është sugjerimi i dietarëve islam, që se kur imami ligjeron, urdhërohemi ta ndëgjojmë. Por kur çon salavate mbi pejgamberin alayhis salam, kemi drejt me çu salavate, madje kërkohet me çu salavate. Po heshtja jo në ndëgjim nuk është namaz. Nuk është namaz, është qetësi, rujtje qetësisë kërkohet. Këtë rast edhe përgjigja në dua, që i bjen amini, është e preferuar. Amin. Allah shpëlbeft edhe dëgjuesin, shikuesin për pyetje. Dashur miq, jemi në transmetim të drejtë për drejtë në radio televizionin Pendimi dhe jemi për afërsisht që nga ora 20 në transmetim, po vazhdojmë të presim pyetjet tuaja në +383 45 471 848 është numër kontakti në Viber që mirëpret pyetjet e juaja. Një pyetje me shkrim, po ashtu që na ka arritur në studio. Thot Selamu alaikum për juve, po lexoj sepse ka dhe një tekst të tjera për derisa të arrijë deri te pyetja. Selamu alaikum për juve dhe hoxhën, aleikum selam. A ka mundësi për një sqarim,
Thot nëse brenda familjes dikush e agjerojmë, dikush nuk e agjerojmë 6 ditët e Shevalit, a mund të jetë shkak për me u ndi keq ajo palë që si agjerojnë? Parimisht nuk do duhej të ndiheshin keq. Yeah. Me bën një rregull, pra në koncepti islame kjo punë është e lirë. Okay. Kush do na agjeron sot, kush do na agjeron nesër, me bën një farë rregullit përbashkët është ma unifikuese. Besoj ma lehtësim. Po, për shembull thonë çata që janë për me agjeru, janë të moshëritur, po fillojnë bashkë pa agjerojmë, qohen bashkë në sëfër, bojnë iftarin bashkë, konsideroj se kjo është më e mirë. Jo në atë aspektin e shpërblimit. Absolutisht s'ka asnjë argument për këtë që unë di, po në aspektin e unifikimit. Për ndryshe, disa ju përshtatet tham tonë tëjte, disa ju përshtatet në vikende për shkak të punës. Dikush për shembull e ka princip thotë unë kur t'ja filloj me agjeru, nuk muj me ndërprej. Krejt janë të lejuar. Kështu fetarisht s'ki kurrë problemi, për ndryshe në aspektin privat, Islami i kalon këto të lira. Dhe kemi fakte për këto që shumë gjëra, feja Islami i kalon të lira që njerëzit bëjnë përzgjedhje në ato që i përshtatet më shumë. Paktën po nis na personalisht për vetës, si më thon kur ka shoqëri në agjerim, ja ke edhe më lehtë agjerimin, atë është edhe më e preferuar. Mirë, një dëgjues me sa duket dëgjuese, një motër, na shkruan se selam aleikum, unë jetoj thot në Gjermani, aleikum selam. Edhe thot e kam një kojshike që vjen thot me lip shpesh. Por thot ajo është edhe alkooliqare dhe a bëj thot gjyna që nuk i japi. Në rastet të tilla, nëse veç është identifiku problemi i saj dhe mund të themi që kjo sadaka që ipet për te kryesisht shkon në alkool. Mund të shkon edhe në bukë, në ushqim. Okay. Për shembull, ai ka siguru parët për dikujt tjetër pa alkool. Po tash tuat i çon ushqim. Okay. Mund ndoj madje. Kjo mund të çato para edhe mjallon dikujt, se ka raste të tilla. Vetë është i nevojshëm, po e sheh që është një rast edhe më i nevojshëm. Mirë, po ne shkojmë panimisht në ato që shihet. Okay. Nëse mendon se ajo parët të tua, sadakan tone e shpenzon në alkool ose në gjëra ndaluara, mos jep. Pra, kjo është më e mira. A nëse mundet, për shembull, me e konvertu monedhën, parën, në ushqim, do të ishte më e mira. Do të ishte më e mira që edhe me majt afër, edhe mos me përjashtu, mos me largu atë person, kjo do të ishte më e mira, me gjetë një gjuhë, po themi, ose një formë që mos me e largu personin, mos me izbeh raportet, sepse personi i cili vihet e dera, çfarë do situate që është. Dhe më thonë, ai nuk është, ose ajo nuk është i vetëdijshëm për shkeljet që po gjinoqin të e bën. Po në një farë forme ta ka trokit derën, po kërkon ndihmë. Ndihma mund të jetë para, por ndihmë shumë e madhe mund të jetë emocioni. Okay. Pra, ajo ndoshta është të kërku një person që edhe e këshillon edhe sugjeron që me largu për qasoj vepre. Por nëse ne e përjashtojmë totalisht edhe smibrim me ta hiç, gjithsesi që na nuk mundem ja dhëm këtë ndihmë. Ndihmë po themi sociale ose të këshillës. Për atë arsye unë kisha me thonë që më së miri kishte me qenë që nëse mundet me ndihmon me ushqim. Okay. Ose me ndonjë formë tjetër ja pagun rrymën, nëse si ka ranet e kështu me radhë, por jo dhe me dhënë parat gatshme nëse mund t'i shpenzon në alkool, në drogë, në duhan e të ngjashme. Do të pikë synimi ose pikë qëllimi tjetë që ti tregojmë se të jesh musliman është mirë, në këtë rast kur i japim mbështetje, duke mos e dëmtuar me parën tonë, në kuptimin e dërgimit të alkoolit. Në këtë këndvështrim, po mendoj e ke qëllimin e... Po, gjithsesi, kjo që unë e thash, kjo është përgjigja shumë dietarëve në kohën tonë, që japin këtë përgjigje, në raste të tilla kur e njohin personin. Kur nuk e njohin personin, mund vini person që është alkooliqar, madje mund të jetë konzumues i drogës, mirë po nuk shihet, nuk duket, ne japim parë. Pse? Se ne nuk e dim ku e çon, po na japim parë që ai ose ajo ka më shfrytzu për interesa, ushqim,
nevoja, që ato quhen nevoja etike. Dhe s'kem gjëna për këto. A nëse na e dim sakt që personi mundet me qunë drogë, sepse është konzumues ose alkool, atë nuk japim para, sepse i keq përdor. Dhe ne bëmi ndihmëtar të keqës. Por kundrazi e dim që ka fëmijë personi, ka familje, ose mund të jetë i vetëm unë, po për shembull privohet për rrymës. Ja kanë kaput rrymës, se s'ka me shka e pagun, por na e paguajmë fakturën e rrymës. Këtë rast na kemi shpërblim. E kuptova. Mirë, Selamu alaikum, thot një pyetje për hoxhën. Unë i kam një mu 6 s'pa e kuptoj. Unë i kam agjeru. Kam ninu. Okej, e kuptu, tash më falë. 6 ditë sheval. Po du thot me agjeru edhe ditë të tjera. A mundem gjatë muajit sheval, apo duhet të presim që të përfundoj muajit sheval për të agjeru? Pyetje interesante edhe kjo. Po. Momentin që personi plotson 6 ditë sheval, mundet me agjeru pa problem. Qoftë honëtajte, ditë e bardha, pra, muaj sheval është super se muaj tjerë, vetëm se specifikohet me 6 ditë agjerimi vullnetar, e ne thamë gjatë emisionit, këto mund të kombinohen. Pra, mund me agjeru të honëtajte, madje mund me agjeru 3 ditë e bardha që në të muajit, 3 ditë radhazi agjeron, 13, 14, 15, edhe 3 ditë tjera të honëtajte, edhe shpërblehesh me shpërblimin e 6 ditë të shevalit, edhe me shpërblimin e ditëve të bardha së të honëtajtes. Pra, kur ti përfundon, ai që përfundon ditë e muajit sheval, vazhdon pa kurfar problemi me ditë tjera. Kuptova. Një pyetje tjetër, po ashtu edhe me çështjen e muajit sheval, thotë kam agjeru 6 ditë e muajit sheval, por në ditën e 4 thotë të agjerimit pak para iftarit thotë kam ngrënë diçka pa dashje. Rregulli. Agjerimi në rregull si në Ramazan. Në njëjtë rregull vazhdon. Pejgamberi sa më thotë, ai që nga harresa han apo pin diçka, le ta vazhdon agjerimin sepse i ka dhënë me ngrën ose me pi Allahu xhelel xhelal. Kjo që dhurat hynore. Këtë rast, tash do doja që të ndërhyja në një pyetje këto. Është privilegjim nga i madhi Allah për atë person që i ka, po them, thojza, i ka humbur memorien pak qaste për ta ushqyer? Është dhurat për të? Apo konsiderohet si që Allahu e ka kuptuar që ky e ka rënd për momentin e agjerimit dhe e ka ndihmuar? Parimisht nga hadithi, nga thënia profetike kuptohet kështu. Dhurat për Zotit. Kuptohet dhurat për Zotit. Shumë agjerues tek ne, te populli jon, nihin keq. Madje nihin siklet, e kum prish thot. E prisha sot, e çuçi prishe, po pi harri sidomos ditë e para të Ramazanit. Jo, va pa do më përplot kemi kësi raste. Jo, soni keq. Se ti ai çun syfer, po se ai ke bënë më gjë, po, u kry. Tash harresa. Harres të përgjithshme. Na ka shkarkuar Allahu për ndëshkimit. Ajeti i fundit i surës Al-Baqara. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Ajeti Kuranit në formë duas. O Zot, mos na ngarko neve, mos na ndëshko neve kur gabojmë ose harrojmë. Çka po thot Allahu? Allah në hadithin kutsi përgjigjet. Thot, ka të falt, unë e kum bo me juve këto. Veç e kum bo. Ju sa të gaboni se të harroni, unë ja u fali. Pra, përveç që kjo nuk mirë me fare, nuk më ndëshkim, kjo konsiderohet dhurat. Gjatë agjerimit është dhurat për anës të Zotit Xhelel Xhelalu, prandaj nuk do të munin siklet askush për këtë çështje, por vazhdon agjerimin dhe s'ka nevojë për kompenzim. Mirë, në studio ka shnuar 21 minuta. Në këtë moment jemi në transmetim të drejt për drejt në radio dhe në televizionin Pendimi, po vazhdojmë të jemi të shoqëruar deri rreth orës 21:30. Dhe të dashur miq, duke pritur edhe pyetje të tjera, pse jo edhe inkuadrimet tuaja të drejt për drejta në plus 33 45 471 848 në përmes Viber, kryesisht mirëpritën telefonatat dhe mesazhet e juaja. Unë vazhdoj me një pyetje tjetër. Selamu alaikum. Aleikum selam. Të deshta
të ngrej një shqetësim dhe edhe pse kam të qartë përgjigjen, por deshta ta ripotencojmë sërish, sepse mendoj që po bëjmë një veprim të gabuar shumica e neve shqiptarëve, hajde, mashallah. Dhe unë jetoj afër Varrezave. Dhe në ditën e Bajramit shoh ekstremisht shumë numër të madh të muslimanëve që vinë në ditën e Bajramit për t'i vizituar të vdekurit e tyre. Me aq sa kam dëgjuar nga hoxhallarët, nuk preferohet që t'i vizitojmë Varrezat në ditën e Bajramit. Mund ta kalojmë një këshill që dëgjuesit dhe shikuesit tuaj dhe gjithë ata që e bëjnë këtë veprim ta kenë kujdes të ardhmen. Po, pyetje me vend, po konsideroj se është elaboruar jashtëzakonisht shumë, sidomos në ditët e të Bajramit, përmes emisioneve ndryshme, madje edhe atyre lokale që janë të përgjithshme që në vendin tonë, kemi ndëgjuar xhallar ndryshëm të trajtu këtë çështje, këtë shqetësim. Pra parimisht, nuk jemi të thirrur, madje nuk ka preferencë dhe referencë që në ditën e Bajramit me i vizitu Varrezat. Madje është gabim që para se me shumë e bo Bajram, me gjallë, me shku të Varrezat. Zoti di më së miri se ka ardhë, pa hyrë në shumë detaje, ka ardhë tek ne, se kjo është pak a shumë një tradit, po themi, e trashëguar tek ne, po, herët është, që nuk ka ndaj referencë islame, po Zoti e din se ka lind kjo çështje, në gjithmonë i lidh me gjërat me niyet mirë. Edhe ata që e kanë nisë, ndoshta që kanë filluar këtë çështje, kanë nisë me niyet mirë, mi dhon selam e kështu me radhë, po është gabim, domethënë se fillimisht nuk ka Bajram për të vdekur. Varrezat vizitohen pa përcaktu kohë, madje ka një hadith që pejgamberi sa nuk e parapëlqen, thotë mos i bëni Varrezat Bajram, kështu tekstualisht. Bajram i bjen datë caktune. Mos i bëni datë caktune, për shembull xhumë, Bajram, tajtum, çtune, çdo çtune me shku. Jo. Kur ki mundësi shko vizitoj Varrezat. Kjo është sa i përket vizitës së përgjithshme. Për ditën e Fitr ose Kurban Bajramit, absolutisht nuk ka asnjë argument, fakt që preferohet me shku me vizitu quftë dhe pasi të bojnë Bajramet gjallë. S'ka fakte tani hajde për shkujnë atë të vdekurit. Jo. E lere më që pej xhamis një të Varrezat tani në shpe. Pra, nuk ka ndonjë fakt që thret për këtë, mirë po, do thot, nuk mund themi që kjo kategorizohet në ndalisat mëdha, në harame. Jo, nuk hin, por hyn të gjërat e pa pëlqyera, të pa preferuara fetarisht, e kështu që, domethënë, nuk ka nevojë, domethënë, në ditën e Bajramit, me kanë kjo përzierje në mes, sepse Bajrami është për gjallët. Pra, Bajrami është fest e gjallëve që kanë kry një muj agjerim, apo e kanë kry haxhin për ata që në haxh Kurban Bajrami, apo kanë thirrë kurban. Që kjo është festa Kurban Bajramit, apo Fitr Bajramit, vlen për gjallë, kurse për me shku me vizitu të vdekurit, gjatë të në vitit, kur do që të shkojmë, na shpërblehemi. Aja që unë e kisha me thonë është që të paktën mundet me u cilësu si vepër, si punë besytnie. Pse? Se nuk është bo nga pejgamberi, nuk është bo prej gjatave tarta, nuk është bo prej ulemat mëdhaj, prej asnjë prej medhhebeve, as prej medhhebit tonë që është vendit tonë, kështu që mos e bëni punë që nuk është bo. Po, dikush e ka bo, ka ardhur na lutmi për ta që Zoti t'i fal, por ne po flasim gjatë që jemi, edhe pse ka zbehje kjo çështje, unë po flas qysh njohmi domon, po për vitet të 80-ta, që komplet qysh kanë bërë xhamis, çfarë shku te Varrezat, po kryesisht te Varrezat kanë qenë zakonisht në bord të xhamis, por dikush enkas ka shku, nëse kanë qenë Varrezat jashtë të bordit xhamis, tani ka ramje kjo çështë ose ka vetë disim. Ka me ndoshta edhe një pjesë e popullit, po që kjo është përgjigje sa përket aspektit juridiko-fetar. Alhamdulillah. Allah ju shpërbleft, i dashur hoxh, jemi në diku 3-4 minutat e fundit dhe
Me siguri për çështjen e temës që kemi diskutuar deri më tani, domethënë për muajin Shewal, jemi përpjekur të flasim të gjitha, nëse mendon që kemi harruar diçka ose dëshironi ta kaloni një këshill përfundimisht për këtë fund programi, me shumë kënaqësi do të dëgjoje. Ndoshta detaje, vllai nderuar, detaje ndoshta mund të ketë, detaje që kanë të bëjnë me plotësimin e asaj që kemi thënë, por ndryshe konsideroj se ato gjërat që janë më elementare se përket muajit Shewal dhe adhurimeve të muajit Shewal me theks veçantë agjërimit, u thanë, por ndryshe porosia ime dhe mesazhi im do të ishte për audiencën tuaj që të reflektojmë në muajin Shewal. Të reflektojmë në cilësinë e adhurimeve. Të reflektojmë në sjelljen tonë, në edukatën tonë, karakterin tonë. Kjo shumë është me rëndësi. Shpesh herë personalisht ja kujtoj vetvetes një prej haditheve që është shumë i ndëgjuar edhe për ju dhe për audiencën, ku pejgamberi alayhis salam ka thënë se prej punëve që më shumë ti kanë me peshu, me rëndun peshore në ditën e gjykimit është sjellja, karakteri, morali. Kemi nevojë të reflektojmë, jo vetëm muajin Shewal, po me që jemi në muajin pas Ramazanit, tani është koha të reflektojmë atë edukat që e kemi marrë muajin Ramazan, sjelljen, qasjen. Është shumë e rëndësi për kujdesin që kena pas qoftë në adhurime, qoftë ndaj njëri tjetrit, të reflektojmë, pra të jemi të vazhdueshëm edhe në vepra, por edhe në sjelljen e edukat. Sepse kështu e fisnikojmë shpirtin ton, e qetësojmë mendjen ton, përfitojmë në kohë edhe në shpërblime, por edhe bëhemi shkaktar që dikush të kupton se vërtet ne pas kemi qenë një shkollë të madhe dhe tani po reflektojmë në rrafshin praktik. Islami është praktik. Islami nuk ka vetëm fjalë për të folë ose ide. Islami është praktik, prandaj konsideroj se është koha që ta vëmë në rrafshin praktik atë që e kemi marrë gjatë muajit Ramazan. Allah ju shpërblet. Shikues dhe dëgjues të nderuar të radio televizionit Pendimi. Ishim në transmetim që nga ora 20, pak pas orës 20, në transmetim të drejt për drejt në kuadër të emisionit Drita e së Vërtetës. Isha unë Avni Lugishi, drejtuesi i programit, dhe së bashku me hoxhën e nderuar të ftuar për sonte në studio, Sedat Rustemin, trajtuam agjërimin e 6 ditëve të muajit Shewal. Do përpoqem edhe t'ju përgjigjemi pyetjeve tuaja që i drejtuat në kuadër të këtij emisioni. Me shpresë e besim që do të ritakohemi sërish në javën tjetër, në të dielën e ardhshme, me mësahir të tjerë në kuadër të programit Drita e së Vërtetës. E deri në takimin tonë të radhës, mua s'mbetet gjë tjetër përveç se t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Asalamu alaikum, rahmetullahi wa barakatuh.